Si shpjegohet rënja e emigracionit të palishëm? Shqiptarët tashmë janë më të informuar për mënyrën se si mund të emigrojnë apo masat e repta kanë stepur ndoshta emigracionin e palishëm? Pra, çfarë po ndodh në harkun e këtyre viteve të fundit? Është një sër faktorë që ndikojnë në rënjen e emigracionit të palishëm drejt Mbretërisë së Bashkuar, sidomos të shtetësve shqiptar. Kryesisht mbi të gjitha është informimi më i plotë dhe më i saktë për rrugët ligjore, se si një qytetar duhet të ndjeki për të emigruar drejt Mbretërisë së Bashkuar. Ajo që është e rëndësishme për të theksuar është dhe marrëveshjet që janë bërë bilaterale Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëri për rikthimin e personave të palishëm të dosjeve që kanë marrë refuzim në shkallën finale, dhe pasi kanë marrë një informacion të plotë, qytetarët nuk po marrin më një rrugtim për të qenë imigrant të palishëm në Mbretërinë e Bashkuar. Sidomos ka edhe reforma e deportimeve është implementuar dhe është bërë eficiente, dhe numri të deportuarve nga Mbretëria e Bashkuar kur kanë dështuar, kur kanë marrë një rezultat negativ në dosjet ligjore, është bërë 8 më i lartë, dhe për këtë arsye qytetarët janë të informuar dhe nuk marrin rrugtime kur kanë një dosje jo të fortë dhe jo të plotë me dokumentacionin që provon arsyeën pse kërkojnë të mbrohen me legjislacionin e azilit dhe jo vetëm. Dhe pra janë më të informuar dhe zgjedhin rrugën ndoshta për një vend punësimi, rrugën e tyre ndoshta edhe më të ndershme, më të mirë për një jetë ndoshta më të mirë. Ka një rënje në fakt të fluksit të kërkesave për azil në Britani dhe një shtim në Francë dhe Gjermani. Pse kjo zhvendosje e emigracionit? Pra çfarë ka ndryshuar ndoshta në Britani që emigrantët shqiptar po marrin këtë lloj kthese? Ajo që kanë ndikuar me siguri është edhe mesazhi jashtë për politikë kundrejt emigracionit të palishëm, është nga pikat kryesore, siç thamë më sipër, kthimi më i lartë i qytetarëve me dosje të përfunduara me rezultate negative, dhe patjetër është edhe trajtimi dhe shqyrtimi më i shpejt i dosjeve të emigracionit dhe i kufizon në kohë. Të marrim një shembull të thjeshtë. Në vitin 2022-2023, dosjet e azilit shqyrtoheshin në një kohë të gjatë, 2 deri në 3 vjet. Dhe për gjatë periudhës 2 deri në 3 vjet ishte krijuar perceptimi që Mbretëria e Bashkuar e pranon emigracionin, i shqyrton dosjet në një kohë të gjatë dhe gjatë kësaj kohe qytetari mund të jetonte, e merrte të mirëqen që do i pranoheshe dosja e tij të emigracionit dhe kozgjatja e një dosje ishte tetë gjatë. Dhe për këtë arsye e merrnin mundimet dhe rrezikun të emigronin. Në rastin konkret, kur dosjet po zgjasin më pak se një vit, por ka raste 2 deri në 3 muaj, qytetari patjetër vlerëson situatën e tij tekniko-ligjore të marrë apo jo këtë rrugtim dhe e merr vetëm nëse kur provat i ka tetë të larta. Përndryshe, rrugtimin e merr në një shtet evropian, siç ju thatë, kur perceptimi i pranueshmërisë është më i lartë, deportimet nga ai shtet drejt Shqipërisë janë më të ulta dhe aksesi për të arritur atë shtet evropian është shumë herë më i lehtë se sa të aksesosh në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe çfarë ka ndodhur ndoshta në Mbretërinë e Bashkuar që shqyrtimi i kërkesës për azil për emigrantët bëhet në një kohë kaq të shkurtër? Pra, kërkohen dokumente, ndoshta të gjitha procedurat që bëheshin për 3 vite. Pra, bëhet thjesht procedurë dhe i thuhet ne nuk pranojmë, apo bëhet procedura e rregullt? Pra, ka një lloj, sepse nga 3 vite ta reduktosh në gati më pak se 1 vit? Ajo çka Mbretëria e Bashkuar ka implementuar është pikërisht shtimin e burimeve njerëzore në stafin organik në home office-it për trajtimin dhe shqyrtimin e dosjeve, menaxhimin e sistemit më eficient për dosjet e emigracionit, kërkimin dhe evidentimin e provave të çdo qytetari që dimostron dhe kërkon për të mbrojtur çështjen e tij, dhe nëse dosja nuk ka prova dhe nuk ka evidenca të forta që provojnë çfarë qytetari deklaron, këto dosje marrin një vendim negativ refuzimi. Ajo çka është edhe më, le të themi, që ka impakt në vendimet negative, është pikërisht dhe fakti se, siç e kemi thënë dhe më herët,
qytetarët të cilët hapin një dosje migracioni nuk do të thotë se ju pranua rezidenca e tyre në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo çka ata duhet të kenë në dieni është se duhet të respektojnë rregullat dhe të jenë compliance me kriteret që Home Office i vendos. Pra të paraqiten të intervista, të vazhdojnë firmën dhe të jenë gjithmonë në kontakt me Home Office. Mos respektimi këtyre rregullave, Home Office-in i jep të drejtën ligjore që të mbylli dosjet dhe të procedojë me kërkesat për largim të qytetarëve nga Mbretëria e Bashkuar. Por dhe në këtë rast, qytetari e ka të drejtën e mbrojtjes ligjore, por patjetër do t'i kushtojë në rezultatin e vendimit për dosjen e tij.